Bena, e diti punën e mikrofonit atje, duhet hapur. E quajtën fqinjët tanë toke askut. Toke asreta, ullëreta. Është e vërtet. Edhe nipi i tij, ambasadori Leonard Demi, ishte deputet i Parlamentit Shqiptar, librit në Tiranë. Por nuk mund t'i privoja Elbasanin, këtë qytet. Ndaj dhe kam minjojen e madhe për këtë njeri. Ai nuk ishte me shkollë të lartë. Sot kam fatin e madh që të organizoj një promovim të librit tim, Çamëria, heshtja që vret. Do t'ishte më mirë të thonim heshtja që ullëret, që bërtet, sepse është i dedikohet çamërisë, kësaj krahine martire, që me genocid u përzu populata e saj nga trojet e veta. Por ky libër i dedikohet edhe trajtimit të problemeve që kemi këtu në Shqipëri. Për shkak se çamëria nuk është e çamëve, është një çështje kombëtare, është një çështje që meriton vetëm vëmendje. Meriton vëmendje nga që edhe organet shtetërore duhet të jenë të angazhuara. Ne patëm para ca ditësh një pritje në presidencë nga presidenti Bajram Begaj. Dhe ai na mundësoi dhe na dëgjoi ata që unë kam pas babain të internuar në Mauthausen, Dachau. Ka pas edhe çantë të tjerë që kanë qenë të internuar, pjesëtar në luftë kundër gjermanëve. Ne grekët na akuzojnë bashkëpunëtor me gjermanët. Kjo është e pakuptimit, është një akuzë e sajuar që të bën një sprastrim etnik, genocid të pastër ndaj një popullate të pafajshme, të përzon nga shtëpitë e tyre. Kështu që këtë libër publicistik ja dedikoj një kauzë të madhe siç është çamëria. Unë ndjehem mirë që do të kem në panel një profesoreshën e nderuar Eminesa Digu, do të kem diplomatin edhe ambasadorin ton në Bruxelles që ka qenë në NATO, Leonard Demi, se këtë libër unë ja dedikoj Resul Demit, këtij burri të madh, që më ka lexuar të gjithë shkrimet e mia dhe ja dedikoj një burri që nuk jeton më. Ndaj dhe ndjehem krenar dhe ndjehem mirë që këtij njeriu i dedikoj një libër shumë të madh. Janë librat për çamëri, realisht çfarë ka të veçantë ky libër? Ky libër ka të veçantë sepse është publicistik, është me shkrime që unë kam shkruar në vite, nga 2020 deri në 2025. Ja dedikoj një krahine dhe problematikave të ndryshme, sepse shoqata Çamëria ka një stepje. Unë nuk mund të flas për partin PDU, më intereson ajo. Mu më intereson shoqata Çamëria, ajo zgjoj bletës son, ajo që do na gjeneroj ndërbreza kauzën e Çamërisë. Mesazhi kryesor që ke dashur të përcjellësh në këtë libër? Mesazhi është të mos harrojmë. Të mos harrojmë se po na e vrasin kauzën e Çamërisë. Shteti grek kërkon që edhe fjalën Çamëri të mos e përmendet. Në tekstet e historisë edhe të letërësisë mungon Çamëria. Si është e mundur? Gjermanët dinë gjithçka për Sudetet në Çeki, që është tokë gjermane. E me ato ndodhen në territori çek. Ata dinë gjithçka. Pra brezat duhet të mësojnë. Në librat e historisë duhet të mësohet edhe krahina e Çamërisë, ashtu siç është edhe Kosova. I cili na bëri bashkë në promovimin e librit të tij më të fundit, Çamëria, heshtja që vret. Ky libër është i pesti në radhën e librave të Zotit Zane për çështjen çame dhe ato Kosovë. Hapulla sot. Por ama ekziston mesazh. Kauza e Çamërisë është e shenjtë. Edhe për mua, edhe për të gjithë popullin. Kemi dëgërime për Elbasan. Ju falenderoj të gjithëve për këtë qytet, një personalitet nga Çamëria, nga filati i Çamërisë. Tahir Demi ka qenë kryetari. Në përgjithësi janë studime gjithsesi modeste, po nuk mund ta bëja ndryshe se unë dhe si kështu, domethënë, studiuese në fushën e analizës së tekstit, unë i shoh ato jo vetëm për nga përmbajtja, për të cilën foli në mënyrë të shkëlqyer zotëria,
e analizoj në mënyrë të shkëlqyer, po unë i kam parë edhe si tekste, dhe analiza ime është sa përmbajtjesore, aq edhe tekstuale. Dhe madje, për të gjetur një kënd vështrimi sa më të gjallë, sa më interesant, unë kam përdorur dhe letërsitë tuaj, sidomos në gjuhën gjermane, që është gjuha që unë përdor atje, dhe sidomos me autor, me Jaspar, se Hikmeti flet shpesh për genocidin. E bën atë gjithmonë aktuale. Një gjë që mund të jetë e larguar në kohë, që mund të kenë kaluar 10 vjet, por që nuk është zgjidhur, ajo ngelet gjithmonë aktuale, derisa të zgjidhet. Dhe pasaj arkivohet si hetim e hyn në histori. Çështja Çame s'ka hyrë dot në histori. Çështja Çame është historia e gjallë që na flet për ditë. Sa kohë kjo çështje nuk është zgjidhur, ka edhe zërin e vet, siç është Hikmeti, me 5 vepra. Si gazetar, Hikmeti ka kapur gjithë problemet aktuale të vendit. Por një nga aktualet më të bukura, që mbron të drejtat e njeriut, të drejtat e komuniteteve, të drejtat e minoriteteve kombëtare, një çështje e madhe humanitare, sa çështë edhe kombëtare, është çështja Çame e pazgjidhur. Ne kemi shkuar në harmoni, kemi bërë luftra të përbashkëta, kemi pasur armikë të përbashkët, kemi kultura të përbashkëta. 2009. Çamëria, toka pa njerëz, njerëzit pa tokë. Votimi 2020. Çamëria dhe Kosova. Libër, ja dedikoj një burri të nderuar, nga Filati i Çamërisë, Resul Deni. Djalit, edhe rashin gjuhë, e di ku kam parë në Resul, se ku merrte Resul. Ishte ekzemplar. Ullu ku duash. Mundësisht, ë? Këto punoj, po në momentin që flisni. Do janë të falenderoj një herë për unë e di që kam Nderi Kombit, të cilin e nderoj sot në këtë